Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me lidhje direkte dhe biseda në studio. Para pak çastesh ka përfunduar pra takimi i ushtruesës së detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës Albulin Haxhiu me përfaqësues të partive politike dhe janë caktuar dhe janë marrë vesh pra për të caktuar datën 7 qershor si datë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Për pjesën e parë të emisionit do t'ia kushtojmë kësaj ngjarje, kurse në pjesën e dytë do flasim për ngjarje të rëndë që kanë ndodhur para 27 vjetësh në Shtuticë dhe Vrbovc, ku ka ndodhur një masakër të tmerrshme, janë vrarë shumë shqiptarë, shumë prej tyre janë masakruar, e pashtu ka dhe të tillë të cilët janë zënë rob. Njëri prej tyre është Arton Ademi, i mbijetuari i masakrës së Vrbovcit dhe Shtuticës, i cili do të jetë prezant pas pak në studion e emisionit frontal për të na treguar vuajtjet e tij dhe të bashkëkombësve të tij në këtë masakër të tmerrshme që ka ndodhur para më shumë se 2 dekada. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para se gjithashtu titujt kryesor. Albulin Haxhiu takon partitë politike me aprovimin e tyre shpall 7 qershorin datë të zgjedhjeve të parakohshme. Avokati i popullit publikon gjetjet e një raporti nga një organizatë britanike për gjyqjen e Hag paraqiten shqetësime serioze. Familjarë e politikanë bëjnë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Drenicë, njëri nga qytetarët nuk ja zgjati dorën kurtit. Ngjarje tragjike në Gjakovë, një burr vdes derisa po ndihmonte një shoferi që u vet aksidentua, viktimën e zuri kamioni. Emisioni frontal për sot e nisi me një takim që sapo ka përfunduar mes ushtruesës së detyrës së presidentes dhe përfaqësues të partive politike, të cilët janë takuar dhe janë dakorduar që data e zgjedhjeve të parakohshme të jetë 7 qershori. Është i vetmi kryetar nga partitë të mëdha që erdhi në takim. Përveç Partisë Demokratike të Kosovës, ftesës nga presidenca ju përgjigjen edhe subjekte tjera, vetëse me përfaqësues të tyre. Këta i ftoi ushtruesja detyrës së shefës së shtetit Albulina Haxhiu për diskutime lidhur me datën e zgjedhjeve. E për ato që folën për rreth gjysmë ore me dyert të mbyllura, i pari që njoftoi ishte Hamza i PDK-s. Shumica partive politike të përfaqësuara këtu edhe prezent kanë qenë për datën 7, po sidoqoftë ne do të marrim konsiderat edhe vellimin e punës dhe arsyet që zgjedhjet jenë sa më mirë përgatitura dhe normal edhe KQZ-ja ka punën e vetë, vellimin e vetë punës, gjitha përgatitje e nevojshme dhe prandaj ne jemi fleksibil rreth asaj se a është 31 apo 7. Faleminderit shumë. Këtë datë e propozuan edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që ende nuk e konfirmojnë se Vjosa Osmani do jetë pjesë e listës së tyre. Tani në këto zgjedhje, me që zgjedhjet do të mbahen, do të jetë një shanse re për qytetarët për të bërë një përzgjedhje më cilësore edhe të politikanëve, edhe të partive të përgjithshme politike që jepin vërtet zgjidhje qytetarëve. Edhe kryetari i Gjakovës Ardian Xhini, që pritet i prij listës së AK-s, propozoi datë dhe tregoi se do garojnë të vetëm. Zgjedhjet janë shans, po që pak kush i ka desh tash, po zgjedhjet janë shans për vendin, edhe ne po bëhemi gati me ia dhënë Kosovës ato që duhet. Me ia dhënë një stabilitet, me ia dhënë një rrugë të zhvillimit, edhe po besoj që populli i Kosovës duhet me shfrytëzu këtë shans. E krejt në fund para mediave doli edhe UD Presidentja, e cila konfirmoi se data e zgjedhjeve do të jetë 7 qershori. Pas vlerësimit të afateve kushtetuese, nevojave organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rëndësisë së pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces, kanë vendosur që zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen në 7 qershor. Një datë të tillë kërkoi zyrtarisht një ditë më parë edhe kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor Kreshnik Raduniqi. Në paraqitjen e saj para gazetarëve, Albulina Haxhiu ka folur edhe për çështje tjera. Unë nuk do ta quaja shkarkim. Çdo kthim nga misioni diplomatik nuk është shkarkim. Në diplomaci ka emërime, ka kthime, ka rotacion.
dhe ka nevojë që shërbimi jashtëm të funksionojë sipas ligjit dhe nevojave të shtetit. Sa i përket pra zotit Miftari, procedura për lirimin e tij ka filluar në vitin 2025. Unë kam trashëguar një numër të madh lëndësh, pra në raport me këto çështje, pra ato lëndë kam trashëguar nga presidentja Osmani, dhe aty ku gjithçka është në rregull, raport me procedurat, natyrisht që do t'i shtyej përpara dhe në këtë drejtim janë bërë 8 emërime, janë bërë 3 lirime dhe 2 riorganizime të misioneve konsullore. Kushdo që dëshiron informacione më tepër për këto, natyrisht që do t'jemi të gatshëm që t'ju ofrojmë qasje. Sa i përket çështjes së kryeprokurorit të shtetit, kur kam pranuar dosjen e për zgjedhjes apo propozimit të Këshillit Prokural të Kosovës në raport me kryeprokurorin, e kam parë edhe një letër. Për mua ka qenë pazakont, në shpërputhje me ligjin, por unë ju kam njoftuar që i kam 2 kërkesa, edhe kërkesën e PDK-s, edhe kërkesën e vetëvendosjes për të emëruar antarët e tyre, antarin e fundit në këtë komision. Unë për këtë çështje kam pasur mendim edhe më herët. Fuqia politike, proporcionaliteti, përfaqësimi. Janë parime që nuk duhet t'i mohoj askush. Ndërkohë tash partitë politike kanë filluar aktivitetet e tyre për të bërë gati për zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të mbahen më 7 qershor dhe mbase edhe për të bërë koalicione parazgjedhore. Për këtë çështje nga televizionit të shtetit është pyetur edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës nëse ky subjekt do të bëjë koalicione parazgjedhjeve. Tani maje 7 qershorit cila është zgjidhja ju? Por unë do t'i përgjigjem ftesës së ushtruesës detyrës së presidentit, sepse e respektoj institucionin. Për neve si Partia Demokratike e Kosovës është e pranueshme cilat do nga datat mrena vendimit të gjykatës kushtetuese. A keni plan për koalicion parazgjedhor apo keni me kandiduar vetëm në zgjedhje? Ne do të bisedojmë, mirë po sigurisht se do të shkojmë si PDK mrena listës së PDK-s, janë mirëpritur edhe të tjerat. A kanë filluar Ndërkohë në zgjedhjet e 28 dhjetorit që mbajten këtu në Kosovë, ka pasur keqpërdorime të votash dhe tjetërsim të vullnetit të qytetarëve. Për këtë arsye shumë komisioner janë arrestuar dhe janë duke u hetuar. Tash sfidë mbetet për KQZ-n, mirë po dhe për partitë politike për të gjetur komisionerët të rinj. U intervistuan me radhë qindra persona nga e gjithë Kosova. Komisionerët dhanë llogari para organeve të rendit për angazhimin e tyre në numërimin e votave nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. E tash, kur një proces zgjedhor do të mbahet sërish në Kosovë, a do të jetë për zgjedhja e tyre sfidë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. KQZ është e vetëdijshme për sfidat dhe problemet me të cilat është ballafaqoar gjatë procesit të kaluar zgjedhor, pra sidomos numërimi i votave të kandidatëve për deputet në qendra komunale të numërimit. Andaj, në këtë drejtim, KQZ do të trajtoj me shumë kujdes procesin e emërimit të këtyre ekipeve, pra të këtyre trupave zgjedhore. Bazuar në dyshimet për dallavere në numërimin e votave, nga Instituti Demokratik i Kosovës thonë se tash nevojitet një filtr më i fortë në përzgjedhjen e komisionerëve. Nga ona vetë KQZ-s të formojë një komision dhe të shërtoj gjitha ato kandidatura që mund të emërohen si komisioner, bazuar edhe në disa kritere specifike ligjore, sepse jo çdo kush mund të bëhet komisioner për vlerësimin tim, por ligji dhe rregullat e brendshme duhet të ndryshohen në atë kuptim që të permisojnë edhe të shtojnë disa prej kriterave që mos me leju që me u emëru komisioner të cilët shumë lehtë ndikohen dhe shumë lehtë mund të falsifikojnë ose të tjetërsojnë vullnetin e votuesve. E ata të cilët vazhdojnë të jenë në hetime, nuk do të kenë mundësi që të kryejnë sërish të njëjtin angazhim. Avokati Arbër Jashari sqaron se si rregullohet kjo ligjërisht. Dhe pjesëmarrja e tyre në procesin zgjedhor do të ishte pa kuptim, po dhe e pamundshme ligjërisht, duke qenë se janë të pezulluar dhe po hetohen për vepra penale të cilat i kanë kryer në dëm të integritetit zgjedhor. Televizioni të shtatë ka dërguar pyetje në adresën e prokurorisë rreth numrit të personave që po vazhdojnë të hetohen, por nuk janë përgjigjur të njëjtën.
Emisioni frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Gjakov. Një burr atje ka vdekur derisa po ndihmonte një shofer që u vet aksidentua. Viktimen e zuri kamioni. Aksidenti me këtë kamion ishte fatal. Në mes të Gjakovës, shoferi i këtij automjeti u aksidentua këtë të enjte. Ai humbi kontrollin mbi mjetin transportues, me çrast kamioni rrëshqiti. Por viktima nuk ishte vozitse. Pikërisht, shoferit provoi t'i dalë në ndihmë një burr tjetër i moshës 52 vjeçare. Derisa po e kryente këtë akt human, vet ai vdiq pasi e zuri kamioni. Në vendin e ngjarjes shkuan organet ligjzbatuese, por edhe ekipet e forenzikës. Derisa trupi u largua nga vendi i ngjarjes, hapësira u rrethua me shiritin e sigurisë. Detaje për ngjarjen tragjike dha Sheremet Elezaj, zëdhënës i policisë për rajonin e Gjakovës. Ka humbur kontrollin e mjetën edhe në parësi, sipas të lëvizje në kontroll, moshën mëdhore, i cili gjendej dyshohet se ka qenë afërsitë të mjetit, ka mbetur i bllokuar në të. Masa janë marrë ndaj vozitësit që shkaktoi vetë aksidentin. Vendin prokurorit shtetit është iniciuar rast shkaktimi rrezikut të përgjithshëm përderisa shoferi i kamionit është ndalur për dyshe të tetor. Përveç tyre, në vendin e ngjarjes ka ndalur edhe zjarfiksit e Gjakovës. Ky rast e çon në 11 numrin e personave që kanë vdekur në vendin e tyre të punës vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti. Kjo ngjarje tragjike ndodhi një ditë para se të shënohet dita ndërkombëtare e punëtorëve. Federata Sindikale e Punëtorëve të sektorit privat ka njoftuar se me 1 maj do të organizojë një protestë paqësore. Flasim tash për procesin gjyqësor që po vazhdon në Hagë ndaj krerëve të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mirë po edhe trajtimin që në vazhdimsi i është bërë katësh e SOQK-s, mirë po edhe të ndaluarve tjerë të cilët janë duke qëndruar në qendrën e paraburgimit në Hagë. Është folur shpesh për këto të drejta, mirë po si duket nuk është marrë askush me to. Për këtë arsye, një raport ndërkombëtar ka alarmuar për të drejtat dhe shkeljen e tyre që po bëhet nga qendra e paraburgimit në Hagë dhe nga gjykata e Hagës atje. Për këtë çështje ka alarmuar sot edhe avokati i popullit. 180 vjet burgim u kërkuan për ish krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kjo përgjat një procesi gjyqësor rreth 6 vjeçar në Hagë. Por gjyqi ndaj Hashim Thashit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, por rezultati përcjell me shkelje të shumta të drejtave të njerëzit. Këto shqetësime janë ngritur edhe në një raport të ekspertëve të Komitetit të Udhës së Avokatëve për të drejtat e njerëzit në Londër. Krejt kjo pas një kërkese nga institucioni i Avokatit të Popullit në Kosovë, i cili i nënvizon ato. Ky raport është porositur si rezultat i shqetësimeve serioze edhe të vazhdueshme lidhur me respektimin e drejtave themelore në kuadër të procedurave gjyqësore të Gjykatave specializuara të Kosovës. Shqetësimet fillestare nga avokati i popullit janë ngritur në vitin 2021. Disa nga shqetësimet që përmenden janë edhe kozhatja e paraburgimit dhe vizitat familjare të ndaluara. Raporti evidenton shqetësime serioze lidhur me kozhatjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare por edhe ato profesionale. Sipas avokatit të popullit, raporti ka problematizuar edhe mungesën e madhe të transparencës. Lidhur me jurisdiksionin, llogaridhënien dhe transparencën institucionale, raporti ngrit shqetësime serioze mbi mungesën e mekanizmave efektiv të mbikëqyrjes demokratike dhe kontrollit institucional. Pra evidentojnë boshllëke normative dhe procedurale në raport me llogaridhënien e gjykatës ndaj shteteve financuese. Mes tjerash evidentohen edhe deklarimet e prokurorit të specializuar kontrovers Jack Smith për dënim me burgim të përjashëm të 4 SOQK-s ende pa nisur gjykimi. Raporti trajton me shqetësim të veçantë çështjet që lidhen me integritetin procedural dhe perceptimin e panshmërisë pas pjesëmarrjes së kryetares, prokurorit specializuar Jack Smith dhe administratorit të gjykatës në një informim diplomatik të zhvilluar pa dieninë e mbrojtjes. E kur bëhet fjalë për Smithin, specifikohet se i njëjti pranoi prova nga Serbia. Në raport me pranueshmërinë e provave, veçanërisht provat siguruara nga Serbia, raporti evidenton pasiguritë konsiderueshme juridike. Qasja e pranimit të parakohshëm të provave dhe shtyrja e vlerësimit përfundimtar deri në gjykim
përshkruhet si burim potenciali padrejtësisë procedurale dhe pasigurisë përpale. Ky raport sipas avokatit e popullit Naim Qelaj do t'ju dërgohet institucioneve vendore, misioneve diplomatike, Këshillit të Evropës dhe Parlamentit Evropian. Flasim tash për një raport tjetër, për një raport që flet për lirinë e shtypit në Kosovë, pra reporterët pa kufi kanë treguar se ka një përparim në Kosovë sa i përket indeksit së lirisë së shtypit. Raportimet për financime me thos parash nuk janë Foltorën e kuvendit e shfrytëzoi përsun ndaj mediave e gazetarëve. Kërcënimi drejt për integritetin e debatit publik. Në seancën e 2 prillit tashmë kryeministri në detyrë Albin Kurti ju referua veç të tjera mediave si argat të armiqeve. Ky manipulim po vjen direkt nga armiqtë tonë, por që fatkeqësisht po gjejnë edhe argatin e tyre brenda vendit tonë. Kjo është vetëm një nga situata që shërbeu reporterëve pa kufi të konstatoj se mediat në Kosovë vazhdojnë të jenë objekt i sulmeve politike. Edhe pse gazetarët me sukses punojnë për të mbajtur politikanët përgjegjës, ata vazhdojnë të jenë target i sulmeve politike. Edhe pse gazetarët e kanë besimin e shoqërisë, mediat e pavarura dhe gazetarët investigativ janë shumë shpesh target i ofendimeve dhe lajmeve të rreme në media sociale. Ata akuzon pa të drejtë se punojnë për armikun, një retorik që përdoret nga grupe politike dhe religjioze. Krahas kësaj, këtë vit ky raport i publikuar të njëjtën konstaton se Kosova qëndron më mirë sa i përket lirisë së shtypit. Nga pozita 99, tani vendi është i rankuar në të 84-tin, që shënon progres. Krahas që sfidë mbetet rregullimi i politizuar, paditësllap e qasja pamjaftueshme në informacion publik. Në gjetjen e këtij dokumenti u përmend se Komisioni i Pavarur i Mediave është jo efektiv si regulator i mediave. Progresi në renditjen e këtij raporti ndëlidhet me një vendim të gjykatës kushtetuese sipas Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Kjo ngritje vjen pra në mënyrë të plotë si pasojë e vendimit të gjykatës kushtetuese, që ka shpallë pra si antikushtetues ligjin për Komisionin e Pavarur për media. Pra kjo ngritje e Kosovës në renditjen e reporterëve pa kufi, pra është kryekote lidhur me këtë vendim të gjykatës kushtetuese. Antari i bordit përmend rastet e sulmeve ndaj mediave nga partitë politike. Kërcënimet kryesore kanë të bëjnë pra me sulmet e vazhdueshme politike që bëhen ndaj gazetarëve, ndaj mediave, pra portretizohen në vazhdim si një armik i pushtetit, edhe politika pra na ka kështu si halën sy, edhe sa herë që i nevojitet për përfitime politike, pra i ka mediat edhe gazetarët si një cak që duhet me sulmu pa tjetër. Raporti e përmend si pozitiv faktin që sistemi gjyqësor ka filluar të trajtojë si prioritare rastet që lidhen me gazetarët. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për një masakër që është kryer në disa fshatra të Drenicës, masakër kjo ku më shumë se 200 qytetarë të Kosovës janë vrarë dhe masakruar nga forcat serbe. Atje sot për të nderuar të rënët ishte edhe kryeministri i Republikës së Kosovës, i cili në një rast pati edhe një incident ku një qytetar në Drenicë nuk ia zgjati dorën. Të shumt janë familjarët që u drejtuan këtë enjte drejt varrezave të dëshmorëve. Me lutje në duar ato po i vendosin pranë ngurve ku trupat e familjarëve pushojnë. Kompleksi memorial i dëshmorëve në Marinë të Skenderajt u vizitua edhe nga krerët institucional e Partijak. I pari që erdhi ishte kryetari i PDK-s Bedri Hamza bashkë me stafin e tij. Bisedat me familjarët e dëshmorëve i paraprin nderimeve të varrezat. Fqaj të mëdha pati edhe për heroin Ilas Kodra, varri i të cilit ndodhet në këtë kompleks. Për shpreh respektin, falënderimin, derin për ulje, për heroin e kombit Ilas Kodra, me bashkëluftarët e tij, me dëshmorë, që e dhanë jetën për lirinë që sot ne e gëzojmë, me njës për jetë, kanë qenë njerëz të mëdhej dhe njerëz të mëdhej për lirinë për atë dheun nuk e kursejnë as jetën. Më pas për homazhe erdhi edhe ushtruesja e detyrës së presidentës Albudena Haxhiu, së bashku me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Figurën e Ilas Kodrës e lartësuan edhe ata. Ilas Kodra ishte ndër të parët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai shërbeu edhe si frymëzim, edhe në stërvitje, edhe në mobilizim për shtimin e radhëve në ushtrinë çlirimtare të Kosovës.
Pas rënjes heroike të komandantit Femela Drovci, ai mori në udhëheqje brigadën 114 dhe deri në fund të jetës së tij bëri gjithçka për liri dhe për vendin tonë. Ilyas Kodra i ka përngjall edhe në sjellje, edhe në punë, edhe në organizim Adem e Hamzi Jasharit. Prandaj ai ka vazhduar rrugën e tyre e të Femela Drovcit dhe është një nga komandantët më të jashtëzakonshëm të ushtrisë tonë shlirimtare, andaj emri i tij do shkruhet me shkronja të arta në historinë e popullit tonë. Kurti e Haxhiu gjatë ditës ishin edhe në globar të Skenderajt për homazhe. Gjatë takimeve me qytetarët, njëri nga ata nuk ia zgjati dorën Albin Kurtit, ani pse ky i fundit e bëre. Dëshmorët dhe martirët u nderuan edhe në fshatin Verbovc e Shtutic. Besim ande pra me zhvillime dhe që kanë të bëjnë me ndërimin që është bërë edhe martirëve mirë, po edhe dëshmorëve në fshatrat e Drenicës. Vizitën të varri i familjarit të tyre e kanë të përhershme. Dita me shi si kjo e së ajntës veç u ashton rëndesën në përjeturin e dëshmorit me Dicakiqe. A ju ftijua për vendin në moshën 34 vjeçare, derisa po bonte rezistencë kundër forcave serbe. Historinë e tij rrëfen pas 27 vitesh, vëllau i tij i cili ishte në luftë bashkë me të ndjerin. Ka rënë dëshmorë në shtetë që këshishëm më anena, që gjetëm ata persona që jenë vrama aty, i nga shkuë, të lëmtu ku janë, tek janë, dhe u zbraz me 6 ditës, 34. Ta në ne kom leta 5 në Verbos, për arsye se e kom me ndihmue që jenë vratë civil të ushtria. Emrin e Mediut nuk e dan të harrohet, ati ja trashëguan tek nipi i tij. Po kemi trashëguar me Medis prej i ka në djali i ka 8 muaj, 8 vite. 8 vite, 7-8. Shumë emocionuar ishte edhe mbesa e Cakiqet, e cila thuri disa vargje për gjyshin që se po kur. Sot 27 vite pa ty, ne lufte humba në shpirt e ka, në shpirt e ka, ne gjdo hap me mua je, gjithmonë pranë meje, me mungën fjalla, me mungën duar tua, por dashnia jute në këtë botë, por shëne po që gjyshi i mirë, në zemër time je për jetë. Gjade në luftë humbe edhe Kadri Ferati, i cili pati veç që vdata për heroizmin e të birit. Unë vendimin fort mire kom pritë se pa liri nuk dyna as Kosova, as shteti, as sendja të zotit. Sot më thoa, për dënë me këthyë me pru forcat sërbe, thonë ja, dhe të renatje mirë është, se zvynë, pa liri zvynë as shteti, as zvynë kusajnë. Kompleksi memorial i dëshmorëve në Marinë të Skenderajt u vizitua gjatë ditës edhe nga liderët e partive. Pra, sot në Drenicë ka qëndruar dhe Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i cili në një moment nuk është përshëndetur nga një qytetar i Drenicës, i cili nuk e ka zgjatur dorën Kryeministrit të Republikës së Kosovës. Ai është Halil Istogu, mërgjimtar, jeton pra në Gjermani, dhe unë kam tash në lidhje direkte. Përshëndetje, Halil. Përshëndetje, Ndro. Përndej shumë që i pjesë emisionit frontal, pra është bërë publike dhe virale një video ku ti shihesh duke mos ja dhënë dorën kryeministrit. A na trego cila është arsyeja? Po arsyeja ishte se na nuk kena ardhur ty, unë vetë ku ardh për mi përshëndet dëshmorët e kombëtys. Edhe unë nuk e marr ty për kryeministrin. Ka marrë drejt pas drejt për dhonrën tem edhe për vllavën e tina si kanë rrë këty herë në Kosovë. Edhe në atë moment, tani erdha Albin Kurti, tani njeriu ka ato emocionet e veta, për kanë edhe ushtarë dhe pëtin, tani erdha ai, kur të mendojsh tani pse erë një kryeministër që është për mi se 5 vjetë, ofër 6 vjetë në premtime, tani menon shkon mendja, a meriton ai për shembull përshëndetjen tem ndaj kontributit
sa me në unë që ka mune bu për vend tem, ose aj për vend që me nëna që ka po dhe... Pse nuk e meritoj Albin Kurti për shëndetjen tonë, dorën tonë? Po nuk e meritoj se të kish një kryeministër, të kish si kryeministër ofër 6 vite e nuk ka premtimet e tij që janë bo asnjëherë, edhe të vjen para dëshmorëve këtu të paraqitet sikur gjëna aja është apo kupton aja për neve është nënçmim. Cili ishte reagimi i kryeministrit në momentin kur ai tentoi t'ju përshëndes dhe ju nuk e zgjatë dorën? Po reagimi i tij nuk ishte aq se ai po se ai mu drejtu direkt mu se ai po se unë jam mërgjimtar dhe ai ka menduar se unë jam mërgjimtar sikur do të tjerë apo kupton se gjithmonë e bëj një kohje. Unë du vetëm ato si e bën për shtetin tem, çka kom dhënë në kontribut gjithmonë për shtetin tem, edhe në atë aspekt e respektoj edhe ato. Përpos Albin Kurtit ishte edhe Albulin Haxhiu, kishte deputet të Kuvendit të Kosovës, u përshëndetet paktet me të tjerët? Ju as me ato ja, se për shembull ju jeni vetë gazetarë dhe keni po parlamentin se ka funksionu në momentet e fundit, kur një deputet del dhe jep mendimin aja e fyn si për shembull Ramush Haradinaj janë do tjerë shumë tash po du mi cik me emën, dhe e nënçmën fjalimin e tina, do me pas dhe për bukur të madhe, për mja nëshmu dikujna një komandantit, një generalit fjallën. Por me gjatë ti ishe në resht aty, a nuk u dash që, për shembull, mu largu dhe mos mi prit, por me qëndrur në resht dhe mos mi adho dorën? Po, në nuk e marrë ty me dol për reshtit, unë të tregova, unë e marrë për respekt dëshmorëve si kanë rakë në Kosovë dhe nuk e lëshojnë reshtin për atën ti ki peti kujna. Por edhe Albin Kurti ka ardhur për të respektuar dëshmorët, të rënët edhe të tjerët që kanë humbur jetën në këtë masakër. Po të lutem ai nuk ka respekt të Albin Kurtit ashtu që set në paraqitje na i fyn këtë popull, na ka shti këtë popullin për çarje, gjysa e popullit është për çarje, me fjalimin e tij pa kulturun që e flet ai, apo aja është hyrje për neve. Nuk e dini se vlerësim të njëjtë keni pasur për Albin Kurtin për shembull para 5-6 vjetë? Jo, vërtet tham jo. Unë para kur ka ky kandidat për herë të parë si kryeministër atë mos zgjedh partia e tij si kryeministër bëge, atë me të vërtetë kom pas dëshirën që ky të fiton. Pra, se na jena u heq pej tjerëve, edhe këna menduar si tash duhet ndryshim apo tjen. Edhe kanë pas dëshirën të fiton që të ecë Kosova më mirë, po tash kur të menojnë 6 vite, unë vi pej Gjermanisë, këtu nuk shoh kurrëherë një ndryshim. Është bërë virale kjo video të cilën e ka publikuar gazeta Demos sot, është komentuar shumë, është kritikuar madje edhe veprimi që ju keni bërë. I keni parë këto komente, këto reagime, këto... Po e kemi parë në këto komente, po ata që kritikojnë një njeri si nuk e njohin çfarë vepre ka bëj edhe kush është ai, për mua ato janë dëpta. Çfarë vepre keni bërë ju? Po unë jam nga Ingolstati, të Gjermania, edhe unë jam një veprimtar që kum gjithmonë për shtetin tonë, apo kupton edhe na kena bërë kontributin tonë, i kena thirr, i kena prit gjithmonë apo kupton pej thoqet e limën e apo kupton këtë veprimtarin Halil Kastratin apo kupton kena bërë atje turnire. E din për shembull ata që kam jojnë mu pe ati venit si jam edhe ofert aty, ata ja u shoh komentet e tyne. Ata bojnë shumë livdata dhe ata e thujnë vetëm ato që ka është. E të që ka shumë jojnë mu e më shojnë, ata besoj se janë pavlerëshëm. Mirë, Halil, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal dhe i gatshëm për të sqaruar edhe këtë veprim që keni bërë sot në Drenicë. Faleminderit për juve, ju uroj sukses. Pra ishim në lidhje direkte me Halil Istogun, mërgjimtar i cili u bë viral sot gjatë ditës për shkak të një gjeste, nuk ia dha dorën kryeministrit.
si që shpjegoi edhe vetë, për shkak të zhgënjimit që ka ndaj kryeministrit Albin Kurtit, dhe kjo ka qenë edhe arsye sepse ai nuk ja ka dhënë dorë, ndërkohë që ka pasur kritika të shënta në rrjetet sociale për mënyrën se si është sjellur në raport me kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti, i cili sot pra ishte në Drenicë për të nderuar dëshmorët të rënët, marteret, të cilët kanë rënë pra në masakrën e Shtuticës dhe Vrbovcit. Më shumë se 200 shqiptarë janë vrarë dhe masakruar ato ditë, mirë po ka pasur edhe të tjerë të cilët janë zënë peng. Njëri prej tyre është Arton Ademi, i mbjetuar i masakrës së Shtuticës dhe Vrbovcit, dhe ai sot ndodhet me mua në emisionin frontal për ta treguar ngjarjen e tij të tmerrshme që ka përjetuar, duke qenë se i njëjti përpos që është maltretuar, përpos që është kapur nga forcat policore dhe ushtarake serbe, atij në vrarë edhe familjar. Arton, faleminderit shumë që jeni në emisionin frontal. Faleminderit për ftesën. Sigurisht ftesën do ta kesh gjithmonë. Kur biseduam sot më herët në telefon, thash je me fat që ke shpëtuar gjallë nga një masakër ku janë vrarë më shumë se 200 shqiptar, përfshirë edhe anëtar të ngushtë familjes tane. Është interesant kjo pjesë për të folë, megjithëse është hera parë që flas në media për këto përjetime të cilat unë i kam pas datës 30 prill vitit 99, ku janë mesin e pak të mbjetumve të aty në ekzekutime, masakrave që kanë ndodhur fshatin Shtuticë, po tham i vetmi i familjes Gjana Ademi Sufi, që kam mbet gjallë në atë ditë kopshme që ka qenë në fshatin tonë, e konkretisht edhe për mahallën tonë. I vetmi që ke mbet gjallë nga... Prej 18 vranëve, civil që kanë qenë, jam i vetmi që kam mbjetu me datën 30 prill. Edhe që jam kap prej ushtrisë serbe, peng, duke përjetu tortura, maltretime, gjitha që kanë ditë i bojnë ata ndaj nesh. E nisëm këtë bisedë pikërisht me ditën kritike, kur ka ndodhur pra kopja jote, s'po them arrestimi, po kidnappinja, gjithçka, se ai veç arrestim s'ka qenë. Veç arrestim s'ka qenë. Çka ka qenë? Kidnappim. Peng lufte. Këtë gjak kisha me thonë, peng lufte. Ku të kapen ata? Ku të kidnappim? Dita 30 prillit nuk ka nisi zakonisht vitit 99. Fshati Shtuticë, fshati Vrbovcë kanë qenë të rrethum në gjitha andë me forcat maja të ushtrisë, Komsërisë serbe. Nuk ka nisi një ditë e zakonshme. Ka nisë me lëvizjet e pushtuzve, maltretuzve, ushtrisë serbe në për këto dy fshatra. Ku në atë periudhë edhe në fshatin Shtuticë, edhe në fshatin Vrbovcë ka pas një numër të madh civilve, cilët kanë gjetë një strej edhe ushqim për t'i mbjetu luftës, e cilën atë kohë zhvilloi, e sidomos në Drenicë është një luftë të tmerrshme. Sa vjeçar ke qenë ti? Në atë kohë saj pata mbush në 19 vjetë. Dhe ti bashkë me antarët e ngushtë, familjes, me babën, me migjen, me kushërit? Bashkë me ta jemi gjindë, ne ishim fshat, edhe dikun mëngjes herët, mund ta më ora 7, veç kam fillu krismat e parat për rreth. Vetëmi shpëtimi ynë ishte për dalë në malë. Kemi dalë, në bashkë me babën, me agjen, me kushërit tjerë, edhe jemi njës drejt malit, duke mundu me gjetë një strej që t'i mbjetojmë ati sulmi cili u ndërmarë ndaj fshatrave, ndaj civilve që ishin prezent. Tër ditën kemi lëviz në për male, duke mundu me ju ikë, ka ishin komësoria në për male. Kanë qenë forcat shumëta. Këtë gjë kom kuptu pasi jem kap, do më thë pasi jem marë peng, gjatë që shtirët një term,
gjatë krejhjes të malit për të gjetë si pas terminologjinë e tyne terrorist. Këmësoria, dikun ka fundi ditës, ka hasë në grupin tonë që e shumë mes fshatit Shtutica dhe fshatit Baks, edhe pak kur farë paralajmërimive që kam fillu me gjujt. Sa vit ishit ato në atë grup? Në atë grup kemi qenë dikun mbi 25 veta. Kam qenë bashkë me baben, me agjen, kam qenë me kushërit, Fetahun, Selimin, Maliqin, Gjevatin, Esatin, Samin, Besnikun, tre nipat e Qirezit, kanë qenë edhe lagjës tjetër Bilalit që në të fshatit, kanë qenë disa. Kanë qenë edhe fshatit Tërsenik që edhe ata lëviznin e përmala ditë edhe u bashkan gjetë në grupit tonë. Për një moment veç kam fillu me gjujt, me breshëri, me rafalet ndryshme, për një afërsie 20-30 metra, se vetëm se nga kam pa që jemi njerëz, civil. Aty kanë betë vranë mbi 18 veta që ishim në atë grupë. 6 vetë, 7 kemi mbet gjallë, në aty jam plagu. Bashkë me mu, ati sulmi kam bjetu edhe baba, Brahimi. është edhe 3 bashkëshatar tjerë, Gjevati, Kushërini, bashkëmoshatari jam, bashkëmoshatari ishte edhe Milaimi, që ishim të tretë në klasë të vjeqaren që kemi përfundu bashkë. Ishte edhe mësuesi Rifat, edhe 2 nga fshati Tërsenik, lagjës Dvorani. Momentin që jemi kap, peng, kam fillu ato maltretimet e tyre. Qysh prej ati momentit ndaj meje kam fillu gjitha ato përjetime shumë trana, për pas asaj që unë plagova edhe mbjetova ati sulmit parë, ndaj nesh ati në atë grup që ishëm. Fillun edhe maltretime tjera me goditje, me shkrepjet. Po, sigurisht do të flasim për to maltretime dhe përjetime që e ke pas deri në momentin kur ti mas lufte ke arritë më taku me familjen tonë, familjen e mbetur. Me familjen e mbetur, po. Duke mendu ata që ti je në mesin e të vrarëve dhe për një kohë kanë qenë të zhdukun ata. Por më intereson momenti kur ata të kapen. Ti ishe në mesin e familjarëve tu, të cilët ishin në pjesë në mal, ku ata mbetën të vranë aty. Disa nga ta edhe ishin gjallë. Në mesin e ty në ishte edhe Agja, Bedriu, ishte Esati, ishte edhe Kushërini tjetër Samiu, që ata i kisha ofër, ishin të plagun bukuran që ata nuk mund të lëviznin. Sa jemi larguna që kemi mujtë të lëvizëm, të kam fillu me gjujt prapë në trupat e tyre. Sigurisht me i vra ata që kanë qenë plagus. Me qenë sigur që i ekzekutun gjithë ata aty që ka ishin në grupë. Çfarë moshe kanë këta që mbetën të vrarë? Prej moshës 75 vjeç, deri në moshën 13-14 vjeç. 13 vjeç e Sati është ma i riu i familjes, që ka mbeti vranë. Ma i vjetri është Fetahu, që në atë kohë 70 vjeç ka qenë, 70 ose ma tepër. Tjertë grupë moshat kanë qenë ndryshme, 17, 15, 25, 40, që kanë 50 vjeqarë, dhe më tha moshat ndryshme që kanë betë vranë aty. Ti realisht e pe vdekin me sy, sepse kur vritën gjithë ata sigurisht që gjithë shka... Kam pa vdekin me sy, jo vetëm njëherë, po mbrana një periudhë të shkurt, të të mbrana pa u bo 24 orën, prej ushtarëve serbë 15 herë kam qenë i vdekun. Do të që kam qenë në ekzekutim, në format ndryshme. Po që sot jem gjallë në shta, i madhi zëtë ka dasht me lanë dikan që me tregu, të merën edhe përjetimet cilat ne i kemi kalu gjatë asaj periudhe, regjia në juni. Sa vështirë, ose qysh mush mi përshkru këtë të merën që po thu që e ke përjetu në këtë masakër. Po më intereson, kur erdhen forcat sërbe dhe të kapen ty gjallë. Ti ishe i plagosën apo? Unë ishe i plagosën dorë.
Pluma tjerë qantën, sikur në malë kur t'jesh i përgatitur për të kalu natën, ditën, me pak ushqime që shumë mujt t'i bartëm në për qanta tona. Kam pas veç me pluma, në pozitën ku kam qenë në ishtrin, në atë pjesë ka qenë si grop. Unë edhe sot e kësaj dite i ndjej plumat që kanë ra në tokë, në trupin, po mund nuk fatmirësisht, mund nuk më kanë godit, po ende i ndjej se si ka qenë ajo për ju. Me të vërtet ka qenë shumë me të mërshme, ka qenë shumë e randë. Për një 19 vjeqar, që ka andra, që kishte andra për shumë gjana për njetë, për një moment pash që po përfundan jeta jyte aty, po një gjaj është e sigur që vetëm kur do Zotin njeriu nuk mundet me të ndalë jetën, andrat nuk mundet me të ndalë, e aq ma pak me të regu përjetimet, me të regu ngjarjet cilat kanë ndodhur, që i kom pa me sytë e mi, që i kom përjetu në lëkurën tem, gjakën tem që e kom derdhë, familjarët, 18 antarët familjes janë të vranë. Pa e përmen edhe pjesën tjetër të fshatit. Dhe të fshatrave tjera. Edhe të fshatrave tjera, po të marrëm në përqindje në rajonin e Drenicës, fshati Shtutic është njëri prej fshatrave që ka mas shumë të vranë. Nëse mund të përkthejmë përqindje, me banorët e asaj kohe do të afër 10% e popullatës, fshatit janë të vranë në luftë, në fazat ndryshme. Dhe ditë u vrajten pro ata me cilët ti ke jetu, përmende Migjen, më pas është ekzekutuar edhe baba jëtë, në ndërku edhe kojshit ata të afërm që jo dire dje që kemi ndarë mirën e të keqen, jemi rritë. Në për një moment i shetë vdekur. Kam lindë edhe jem rritë në Shtutic, në fshatin Shtutic. Kam krye shkollën fillore aty, shkollën e mesme në Drenas, në Glogavc. Jom rritë me ata njerëz. Kemi lujt me ata bashkëmoshatarët mi, me Gjevatin, me Hamitin, me Jetullahun, me Samin, Besnikun, Esatin. Gjithë kanë qenë bashkëmoshatarët mi. Dhe për një moment i shetë vdekur. Dhe për një moment nuk janë ma. Kalon mbi trupat e tyne, mbi trupin e Besnikut, Samiut. Nuk është e letë. Nuk është e letë të rikujtosh, nuk është e letë përmensh, nuk është e letë qëndrosh i fort për balë një diçkaje që u shumë sublime. Këtë rast, dhonja jetës të se cilit dëshmor, se cilit martir. Edhe ti nuk jenë mesin e tyne, është një barë, është një përgjithësi. Por e thatë dhe ju që Zoti ka dashur që jo me imbjetu kësaj masakre për me qenë dëshmitar dhe me rrëfy atë se çfarë ka ndodhur. Çka ndodhi në momentin kur ty të kidnapun të marrën bashkë me të tjerët dhe ku të quhen? Në momentin që jam largu prej grupit, me njëherë kam fillu maltretimet si që përmenda. Më shkrep një karikatori armes automatike mbi kokë vetëm pse kisha çantën në krah. Kam fillu maltretimet fizike përpos ofendimeve që në atë kohë në gjuhën serbe nuk e kam njoft, nuk e njeh edhe sot, ndoshta ndoj fjalë kuptoj, po ti ndëgjosh gjithë ato ofendime, gjithë ato sharje, gjithë ato goditje, nuk ka qenë e lehtë, aq më shumë kur e ki edhe një plagë në trup, që dorën e majt nuk e kisha më në funksionin tem. Ishte prezent, po nuk ishte në funksion. Edhe prej aty ka nis gjithë ato maltretime, gjithë ato gjana cilat kam përjetu. Ku ju qunë ju e masi e morën prej fshatra mes Shtuticës edhe Baksit? Na morën prej aty ku në të vend në mal, edhe në nesën drejt fshatit Baks, një shumë 7 veta, ishte baba, Mësus Ibrahim, ishte Mësus Rifat, ishte Gjevati, bashkëmoshatari jam, ishte Milaimi, bashkëmoshatari jam, ishin edhe 2 të fshatit Rësinik, Lagjës Dvorani. Na kanë
futë oborrin e shtëpisë të parë që kemi hynë në fshatin Baks, na kanë shtri për tokë, kanë fillu plaçkitjet, kanë fillu maltretimet, kanë fillu gjithë ato dzezat që ata kanë ditë me i bon ndaj nesh. Çka bëjsh? Po për çmimet, ofendimet, me të shtryn për tokë, me të goditme me shqelme, me të godit me armë në trop. Për ato pak minuta sa kemi qëndru aty të shtrin. Ti shosh për balë, duke festu ata për sukseset e tyre, duke gëzu, duke qesh, duke i bo ato festat e tyre që ata i bënë. Ndërkohë ju e prisnit vdekjen realisht. Në fakt, vdekjen e kemi prit. Unë thash, prej momentit kur kam fillu gjujtjet, vetëm vdekjen e kemi prit, që mundet me ndodhë. Dhe në këtë moment kur ti ke prit vdekjen dhe të tjerët, ti ishe në shoqëri me babën tanë. Isha me babën, Çka me kujton nga komunikimi që ke pas me babën? S'ke shumë mundësi të komunikimit për shkak se nuk na lejonin me komuniku. Në rast se një fjalë mund ta nxjerrja nga goja më herë pason të goditja. Mbaj mend që për një moment i kisha afër babën, isha i shtrim për tokë edhe më thot, Artan, i ki do pare në gjep, i jep jau. Edhe i kanë marrë. Zhdash një të regu me gishtë se ku janë, i kanë marrë. Mandej, mas pak minuta, na kanë ngrit prej aty edhe na kanë qitë në rrugë. Rrugës për fshatit Baks aty. Edhe kur kemi dalë në rrugë, kemi pa edhe një grup tjetër bashkëfshatarëve tonë, të fshatave për rrëth që ishin ata në zonën në Rab, edhe na ka nisë drejt fshatit Qirez. Dikon mas 500 metrave rrugë që kemi kalu, na kanë dalë të lagja Jakupi në Baks. Më kanë vequ për i grupit, kanë fillu maltretimet, psiqike ma shumë, mandej edhe fizike, duke më da për i grupit, duke më ullë me një shtyllë. Kanë vendos Kalashnikovën më prehen, duke më maltretu, duke më pytë se morën vesh që nuk po e kuptaj i gjuhën serbe. Edhe një farë mënyre të nëzit, si kur me prej karme dhe mandej përfundimi do dije se të cili do t'eshte. Për një moment, njani prej aty në ushtarëve serb që ishte ka marrë granatën, ka hik siguresën dhe më ka fut në goj granatën. Granatën në goj? Granatën në goj. Prapo nuk kom reagu. Dhe njani prej udhëheqësve të ati grupit që ishin të ushtarëve, ka dho urdhën, aty kom kuptu që është udhëheqësi ati grupit. Më ka hek granatën prej gojë, më ka hek Kalashnikovën prej prehnit edhe më ka këthy prap në resht. Na ka nisë për Qirez, rrugës... Në ku këtë skenë, boba ju të shete? Me ka pa. I shumë afer 3-4 metra, ndëgjën të gjitha ato pytje që më bënte, e dinte që se nja sërbishtën, babi e ka njoft, se ka qenë arsim të mësos, e ka njoft sërbishtën, edhe mundet e mund përkthy, edhe fillun babën edhe me maltretu edhe babën pëse po fletë. Mandej më kanë këthy në resht, në ka njësë rrugës, në atë kohën e dorën e majtë mbaja poshtë, dorën tjetër mbas qafe. Më kanë godit në dorën e plagune, pëse nuk po mund të qesë edhe dorën tjetër mbas qafe, si kur pjesa tjetër. Derin të oborri Gjamis Qirezit, nuk ka pas diçka të veçantë që ka ndodhë, vetëm kemi hecë. Kur kemi mri në oborrin e Gjamis Qirezit, përsëri më kanë da prej rreshtit, a ju hejsi ati grupit, që më goditi ma heret në dorë, ka ra fizikisht kuj ka shku mendja ati. Prej ma e koke deri ma e gishtit kamës. Tu të rej? Po, të më godit trupit, me shkelma, me kondakt, të armet që i kishtë në dorë, më kanë ngrit, jem bashkan gjitë prap grupit. Për një moment ka marrë një person tjetër, pas luftë kom kuptu që ka qenë ushtar,
edhe në afërsitë tone ka ekzekutu mbi një grumbull dheut për ball nesh, se ata kishin zonë me armë, sigurisht ka rezistuaj, po dikun një largësi, jo afër nesh ku jemi zona. Vjen një ushtar tjetër edhe më drejtohet pse nuk e qeti dorën lartë. Babim përkthen të qeti dorën. Përgjigja ime ishte, unë jam i plagon. Ka raportit Kalashnikovë në mu ka drejtu për më ekzekutu në prezent gjithë aty në personave që ishin aty. Kom gjetë forcë, kom marrë 2 durët, kom vendos me dorën e djathtë dhe i kom vendos mbas shafe, vetëm që mos të pësoj edhe ma shumë. Kam fillu, prap kam vazhdu ato maltretimet, ofendimet. Mandej na kanë fut brenda objektit xhamis në fshatin Qirez. Aty kemi kalu natën, jemi 4 thonë. Nga aty kam kuptu që në atë ditë kemi qenë 176 vetat e zonë peng, gjithë civil. Nesërmen me mëngjes kanë ardhë edhe kanë fillu, na kanë numru si zakonisht, kanë fillu me në nxerë prej xhamis, aty mu më kanë da me baben, aty u ka momenti fundit që unë baben teme këm taku gjallë. Që ishe kujtë në atë moment? Edhe me krenari, po edhe me dhimbje. Se s'dinim se qka do të ndodhë. Na kanë zerë për i xhamis, baben e kanë nalë. A patët mundësi mu përshëndet me... Nuk kem pas mundësi të përshëndetjes. Për menit qka kujton tash më kujtu. Gjatë natës e kishte një mindel edhe më lidhi dorën për të mos të më rrjedhë gjako ma shumë. Nesërmen, kur na kanë da, një grup kanë nalë mërëna xhamis, një grup e kanë pështet për rreth xhamis, grupin ku isha unë dikun 23-4 vete imi kotë zjedhun ashtu me osha 3-ja, jo kush e disë mosha, më në thamë nështë aderin 50 vjeq, edhe na kanë da për të na ekzekutu. Edhe më kujtohet njëna prej shprejhjeve, tash do ju qojmë të se ishëm ofër dë varezave, aty të xhamia, edhe njëna prej shprejhjeve ishte tash do t'ju qojmë të profeti juj, të Muhamedi. Na kanë ullë me kokë për toke, edhe prap edhe aty mu më kanë da prej rreshtit, kanë fillu maltretimet, rrahjet, nga matë ndryshmet. Nështë isha në atë kohë 19 vjeq, djali i ri, me ëndrat maja. Edhe prej aty, prap në kanë këthy në grup, mbaj mend që, në fakt, ishte momenti fundit me baben, aty kur jem da, u ardhe dhe më ka tha Artan, unë e di që i ki edhe ca pare në gjepin e pantolove, jep jau. Baben e kanë marë, s'kom pas mundësi më përshëndet me ta. Mi kanë marë paret, bile kanë shky gjepin e pantolonave. Edhe na kanë njësë drejt kamionave. Unë kam qenë kamionin e verdh, bashkë me disa bashkëshatarë dhe qytetarë tjerë për rrëth që ishin në zonë peng, të morën peng. Edhe na kanë njësë drejt Renasit, drejt Glogovcit. Kur kemi mritë shavarinat, kanë ndalu kamionin, po deri sa kemi mritë shavarinat, edhe rrugës unë kam mësu prap maltretime. Kam mësu goditje me shishe që ata kam pi, me shishe gjame. Kanë godit me kondaktet të armëve që i kanë pas ata. Kanë godit me mjete metalike që kanë qenë në kamion vetmin mu. I gjakosun në gjitha anë. Gjatë rrugës, kemi mritë të shavarinat, afer Ferenikelit, edhe aty prap, na kanë thot që juve tash dhe ju qesu në rend atje. Një rend në zonëve peng,
ishin të i ekzekutu, që i kemi pa duke i ekzekutu, për safërmi. Mandej është, për një moment në është e i kanal, edhe në ka njësë drejt Drenasit, në stacion të policisë. Kur kemi shku aty, afër shtëpisë kulturës, ishte ai objekti në atë kohë ishte shtëpia e kulturës, edhe prej mëngjesit, dikon prej orës 10 deri në ora 6-7 masdite, na kanë maltretu fizikisht me mjetet nga më të ndryshmet. Duke fillu prej kablave elektrike, dronjve të ndryshëm, aty në mbajtësve që janë të shkallëve, gilindera, drurit, metalit, kabla, qka i kam pas ata ndorë ndaj nesh. Mbaj mend se aty në të shtëpia e kulturës nuk kanë qenë ushtar, po kanë qenë me veshjet policore që policia serbe në atë kohë i kanë pas ato të kaltërtat me lara. Edhe di që dikush prej bashkëpjesëmarrësve të mi që ishin peng, ka përmend që kanë qenë njësia speciale e policisë serbe me bazë në Hajvali. Aty na kanë maltretu format nga më të ndryshmet. Me rana që unë e kom përjetu edhe që ju kom frigu me të madhe ka qenë momenti kur merrnin nga ne, nga grupi, edhe një detyronin që ta godisnin njëri tjetrin. Aty ne kom një veten të për një moment kom pas atë ndjenjën që përfundoj çdo gjë për mua. Se në rast se nuk e godit ke njëri tjetrin, ata që ishim në zonën peng, ata i goditnin, maltretonin, i rrafnin fizikisht nga format më të ndryshme. Pra ju kanë detyruar me rreth njëri tjetrin. Kanë detyruar me rreth njëri tjetrin. Më kam prek edhe mua në krah për me dalë te pjesa tjetër. Nuk e di, ndoshta dashti i madh i Zot që mos t'jem edhe në pjesë e aty në gjanave. Frikën më të madhe kisha që një në dorë kisha out, do të thotë nuk e kisha në funksionin tem. Çka do të bëj unë, si do të reagoj? Edhe për një moment më prek me një kabull gjatë sa të ti, kabull jo të hollë, po kabull trash, kabull të rrymës. Edhe shoh një reagim ati policit, një reagim jo dashakec në atë kuptimin, në tërqet në trupit, edhe më ka kthy prap në rend. Se unë isha krejt tyra ime ishte e gjakosët, prej goditjeve që kësha marrë në kokë edhe gjaku më kishte pilëcit. Më ka kthy në rend, edhe ka marrë shokun tim afer, edhe ka fillu maltretimet fizike ndaj tij, sikur tjetë një thesi i boksit. Pa kur farë arsye, pa kur farë... Çfarë arsye ka pas me pas, çfarë rreziku ka pas ndaj nesh aty që jemi kot në zonën peng. Në atë moment, plagosën, gjitha. Aty në Drenas kemi qëndru 5 ditë, vetëm me ujë, po edhe aty e kom pas fatin e keq në raport me tjertë. Nuk e dija moj me qujtë kolegët, realisht moj me qujtë bashkë vujtësit e mi, që ishëm aty gishtit drejt e onë, edhe më nëzërnin për grupit jashtë, dhe në vazhdim. Prapë më këtheni në grupë, kanë marë prej aty mandej bashkarisht me në intervistat e tyne, do të mas 2 ditje. Për fat temin të mirë, njani prej atyne që deklarante që është hetus në stacion të policisë, më këthen mu të grupi ku ishëm aty të shtëpia kulturës, edhe nuk më ndalon më shumë në stacion. Ata që i ndalonin, pas luftë kanë kuptu që i kanë pru në burgun e Prishtines, ka pas prej tyne që i kanë dërguar në përburgjën e për Serbi, po kryesisht në burgun e Prishtines i kanë sjell, i kanë zgjedh ata që kanë qenë më të shëndetshëm, më të gjatë, më të ri. Kemi qëndruar aty për 5 ditë, ditën e 5, na kanë marrë, edhe na kanë dërgu në ato fshatrat për rreth majës të Kosmaqit, Krejkove, po tërkohë Vukovci që janë. Shka tje?
Për punëtor, për të qelë istikomet e tyre. Edhe aty e kom pas fatin një përzgjedhuri për të bardh karrika me një dorë. Edhe momenti që s'mujshëm e marrë diçka, ta prap maltretonin fizikisht. I të fundit kam hypë në kamion, nuk e di asun ato kamionat e ushtrisë, nuk e di se si kam hymë, se aq shumë të lartë kanë qenë, ndoshta për shkak të plagës që kesha në dorë, për shkak të pamundësisë se vetëm me një dorë të funksionoja, nuk e di as vetë se si jam ngjitë në kamion. Edhe aty na kanë palu sikur thas të grurit, edhe na kanë nisë drejt fshatrave Krejkovëve, Vukovce, Potërk. Të parin më kanë zbrit prej kamionit, prej atij grupit në Krejkovë, edhe 9 tjerë kanë qenë që i kanë zbrit. Na kanë fut me një garazh të kerrëve të Llamarines. Bile sa disha t'ju kthy me vllahun që kanë në ceremoninë përkujtimore në fshat. Edhe prej largësisht e pash atë pjesën e Kosmaqit, edhe pi tregoj vllavut tash atë natë. Aq shumë ka pas shi kur na kanë qenë në fshatin Krejkovë, që i ngjante, sot i ngjante asoj dite kur na kanë qenë në fshatin Krejkovë, dikun ka qenë data 5 maj. Nesërmen na kanë nxjerr prej aty, edhe në ato momente kur na kanë nxjerr prej asaj garazhe ku kemi flajt në Lloç, në vaj, kam kam pas një ndjesi të humanizmit. Të ta. Se në atë vend ku ishëm na ka qenë komanda ushtrisë të rregull. Momenti që kanë kuptu që jam i plagun, patëm premtu që kanë vepru një doktor. Arsyeja pse ju thash që jam i plagun, në mendjen tim ishte funksionante një gjë që për të se më vras kanë çka më bë më shumë. Çka patën në jetën më bën gjatë aty në 6 ditëve, gjitha më i banën. Mbrëmje ka sjell doktorin, edhe më ka pastru, në fakt më ka hap teshat, edhe më ka pastru plagën. Prej aty më tha që ka më dërgu në spitalin Prishtinë. Nesër me nuk ndodhi, prap erë doktori, pastroj plagën, ka qenë ditë shtunë, 8 maj, ka mesi ditës kur ka ardhur një automjet i ushtrisë me kryqin e kuq, të thotë që ka qenë autoambulancë, edhe prej fshatit Krejkovë më kanë marrë, më kanë nisë për Prishtinë. Në Komoran më kanë dalë ku kishim pas një bazë të mjekësisë, një doktor tjetër ushtarak më ka kontrolu, edhe ai rekomandoi që më sjell në spitalin Prishtinë. Edhe tjerë persona më kanë marrë prej aty edhe më kanë sjell në spitalin e Prishtinës. Mandej prej datës 8 maj deri me dikon fillim të muajit korrekt, unë kam qenë hospitalizuar. Jemi në minutat e fundit, 2-3 minutat e fundit, po kam shumë se ma tregova edhe para emisionit momentin, sepse familja jote ka menduar që ti je vrarë bashkë me anëtarë tjerë të familjes. Këto është shumë interesant, se pas përfundimit luftës, lëshohen ata bashkëfshatarët e mi që ishin në Krejkovë, njëri prej tyne që isha me ton grup, ishte edhe Kamer Zejnullah, tash i ndjerë. Edhe momentin kur lëshohen, kur largohen forcat serbe prej teritorit Drenicës, takohen me familjen edhe i tregojnë nanës edhe grustagjes, gjyshit, që unë jam gjallë edhe jam në spital. Ndërsa vllau dhe motra që ishin student në Prishtinë, 2 vllazë tjerë që kishin, në fakt, vllavit, njëri vllau ishte nga natë 3 në Gjermani, ndërsa vllau tjetër, vllau i madh vetoni, në natë 9 pat ik për Gjermani, në fillim vitit 99. Gjithë ata e kanë ditë që unë jam i vranë. Zaten, vllau edhe motra ishin në Maqedoni, në Gostivar, edhe tash vllau nga njëherë më ngucë për më mhje ka të mërzin të
ty të pame nuk kom me të majtë, që në ty të pame të kam kry në Macedoni. Pame dhe mërzin për ty? Realisht ata jenë mërzit, se gjithë e kanë ditë, vlau dhe motra kanë ditë që unë jemi vranë. Nërkohë nona jote, bashkë me familjarë tjerë, kanë ardhë në Prishtinë për me të kërku në spital. Kanë ardhë, qysh kanë mujtë me arrit me ardhë deri në Prishtinë, kanë ardhë të Kryqi Kuq, mas asaj informatës që ka përcjellë bashkëfretari Kameri. Te Kryqi Kuq, gruaja Agjes ndëgjon informatë që thotë jam 5 kufoma në morgun e spitalin Prishtinë dhe prej aty kam vinë do të prej qendrës qytetit tash ku është afër sheshit Skënderbej. Kur vinë të spitalet, takojnë njerëz shqiptar edhe shofin që ka kërkojnë dikon, thënë kemi arë për një djalë për i Drenicës. Ata me një moment thojnë ke fjallin për Artonin, dhe të Artoni është në filan katin, edhe jënë gjitë lartë, më kanë gjitë. Në ndjenë e pa përshkrushme në momenti, kërë kom pa në dhe gru në migjes. Që shka e moment? I dhem shumë. I dhem shumë për faktin se si dhe t'ja komunikoja nanës për vrasin e babes, si do e komunikoja gru stagjes për vrasin e burrit, që në atë kohë këshin vetëm një vajzë, Kaltrinën 4 vjeqe. Si do komunikoja bashkëfretarëve tjerë që jënë vranë familjes të në ngusht. Pra, ata nuk e dinin, për shumë nona, gruaja migjes nuk e dinin. Kishim, po, ndjenja jemi ishte që ata nuk e dinin, që ata e kanë marrë informatën që në vrana, në fakt nona, gruaja Agjes, tjerët e kanë, për ata që kanë bet vrana aty, e kanë ditë, për babën nuk e kanë pas informatën, se ka qenë në zonë, s'ka ditë kush si me tregu. Mandej, kjo ka qenë momenti ma i vështirë, si do t'i tregoj. Por sigurisht ka qenë momenti ma i lumtur në krejta dhoqa ke peritu që i ke taku. Gjithsesi ka qenë moment i lumtur, ka qenë një moment kënaqësie se u bashkova me familjen. Unë vazhdova të qëndrova dhe 2 ditë në spital, mandej nana më premtoi që ka më ardhur edhe një herë dhe më marr prej spitalit. Po atë ditën, një ditë më herët kisha kontaktuar me vllaun dhe motrën që ishin emigrant në Maqedoni dhe më thanë që nesër me ndo vinë. Edhe fatmirësisht njëjtën kohë edhe vllau Dritoni edhe motra Shkendia edhe kushërini Elhamiu edhe kushërini tjetër Fatmiri që kanë qenë student, kanë qenë bashkë në Maqedoni, kanë ardhur të katërtit edhe kanë ardhur aty te në spital, se ata prej Maqedonie kanë ardhur drejt në Prishtinë, ata kishin informatën që edhe nona do vi, jemi bashku me ta. Ka qenë në një moment tjetër krenarie kur jam kthy në fshat, gjitha e lagja jonë ku jemi aty, ata të afërmit, kam vrapu. Ka qenë në dhimbje. Tjesh, i vetëmi gjallë mesin atyne që kishin në ra për liri, ka qenë edhe më shumë. Mbaj mend, mi gjaj stref, më thët, një fjallë që më kanë bëmu një krenar, thët mi në gjallë djemë të vranë. Sa i ka 3 djemë edhe nipin, vlaun me 2 nipa, dhe më thonë me djemë të ti, edhe 3 djemë të motrës i ka pas të vranë që në kom bashkë me mu, që në metë ata të vranë. Përfshi edhe babën edhe Agjen. Arton, po më vje shumë keq që du të me ndërprej këtë bisedë, po më vje shumë keq që të bona të emocionova gjatë këtij rrëfimi dhe gjatë këtij rrugtimit vështirë që ke pas, po... është hera parë në media që tregoj këtë histori tem. Në falenderoj shumë për ftesën, që të rikujtojmë edhe të tregojmë edhe popullit që me të vërtet ne kemi meritu lirin. Falë gjakut që është derdhë, falë sakrificës që kem kalu, e mbi gjitha falë njerëzve që përfshi edhe mu që kam bjetu për të regu që me të vërtet kem kalu në për një të merë shumë të malë. Falenderoj edhe një herë. Shtë knaqësi. I falenderoj dhe shikuesit e televizionit të shtadit, emisioni frontal që kanë qëndruar me ne në këtë emision, sigurisht duke ju kujtuar se pas pak ju pret shpendë emisionin e tij.